Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. O njerëz, dëgjoni se çfarë do t'ju them, se nuk e di a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, friksojuni Zotit dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e kurbaneve, në emër të Allahut. Vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë, në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut. Mjera ai që përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut. O njerëz, ju pashmangshëm do t'i ktheheni Allahut madhëruar, dhe ai do t'ju thras të përgjigjeni për veprat dhe punën tuaj. O besimtar, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe e traditave të këqija, të cilat i kanë sjellë shumë fatkeqësi gjinisë njerëzore. Unë ju e kam treguar rrugën e shpëtimit në të cilën duhet ecur. Sendet që ju janë dhënë amanet, ruajini si t'ishin tuajat dhe kthejani ato besnikërisht dhe me kohë atij që i përkasin. Gjakmarrja është ndaluar. Të gjitha gjakmarrjet e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e ignorancës, anullohen. Gjakmarrja e parë e cila anullohet është ajo e xhaxhait tim, Ibn Abdul Mutalibit, të cilin të pafajshëm e vran njerëzit nga fisi Hudhail. Kjo gjakmarrje le të harrohet, dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi duhet marrë nga huamarrësi vetëm atë që vërtet ja ka huazuar. Huat e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huat e xhaxhait tim, Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhli. O besimtar, faljani kamatat borxhlive. Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kapitali për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e bëni, dijeni se e keni zemëruar shumë